nuk duhet më kthy tek Allahu veç me farze. Nga se ndjeshmëria është shumë e rrezikuar. Njëri për shembull i cili kthimi tek Allahu te baretona e ka edhe të nivelit të nafileve. Por përmend Allahun te barekutaala, e ka të namazit natës. Ky për shembull i cili e konsideron humbje të mëdha, i cili kanë, i cili njihet shumë keq te keqardhja, nëse ik namazi i natës. Ky çka bën për sabah? Ndjeshmëria për mik sabah është pastaj për ta diçka e paparamendueshme, Rreth ndjeshmërinë apo. A ke pa për shembull të ndruzën kur i ka rënë mësunë për aeroportat shumë. Do aeroporta që kërkohet kujdes më i madh siguri, pse ka frekuentim të vendeve të caktuara, apo sensorët e kontrollit kanë më të rritur se të tjerët apo. Por më të thosh, more kalova fil aeroport nuk fishlloj, po sa atje sensori i ndjeshmërisë sa alarmimit është më i ulët. Apo mjafton me çikash, andat sinë dhe këpuzat më hek apo. Apo pse e ka rrit sensorin ti kalon ai fishllon. S'ka more kurrë, atë hiç këpuzat. Do vetë çarapat e hekin apo. Nga ndjeshmëria e rrugës së sigurisë apo. Jo është metali, në esencë metali është i kërkuar. Ti metal ke hek, po ai ka rrit atë ndjeshmërinë që çdo çështje edhe më minimale e alarmon apo. E sensorit i ndjeshmërisë se çdo gjë që të largon nga Allahu, në çfarë niveli është? E ki tek haramat e mëdha, a ki tek mekruhet, ku e ki? Te kurdis? Do njerëz aty ku e kanë kurdis? Te droga, nas po pinë drogë. Edhe ai veç kur të pin drogë, i alarmi kërcet aty atë. Ja vëllazër, tamam puna atë. Njoni u livdëke për djalët vet, i edukum dhe elhamdullah, hala ka se ka vrarë dhe që atë. A kupton? Don çka ta po çishmë, po çfarë pse ças po ka, po vrarën shkolla kjo ala lamna se ka vrarë dikon. Ja kur të vrarën dikon tani mo, ha? Pse ai sensorin e edukimit e ka prunë që di vet. Don djalë në drogë mos e vrarë dikon. E këtu të tjera tani, edhe pse sfishklojnë fort zbot zhurmë apo. Jo, më zban ashtu. Nuk ban. Andaj ku e ke vendosur ndjeshmërinë e sensorit tën në raport me Allahun xhallahu ala? A të fishklon të nafilet, a të të farzat, të me ku të fishklon ti vëllapë? Që aty është kthimi tek Allahu te barë.